Gjykata kushtetuese ka vendosur që ish drejtori i ARSH Ervin Berberi të vijojë të mbahet në arrest me burg duke rrëzuar kërkesën e tij për shfuqizimin e masës së sigurisë. Ndërkohë kushtetuesja nuk ka shqyrtuar pretendimet e Berberit se sekuestrimi i provave nga celularët e tij dhe të gruas ishte i palishëm dhe se përdorimi i tyre në hetime e bënte materialin të papërdorshëm në një çështje që do duhet të trajtohet fillimisht nga gjykata e shkallës së parë. Berberi u arrestua me 14 mars 2024 pas një kontrolli të kryer nga Byroja Kombëtare e Hetimit, kur ai ishte ende drejtuesi i ARSH-s. Gjatë kontrollit u sekuestruan 4 aparate telefonike, pajisje kompjuterike dhe dokumenta të ndryshme. Materialet e marra nga celulari i gruas së tij shndrohen në një bazë kyç për hetime të shumta nga SPAK, duke përfshirë edhe dosjen ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shkelje të barazisë në tendera dhe dyshime për tendera të tjerë publik. Hetimet zbuluan se Berberi dhe 21 pandehur të tjerë në dosjen e ARSH-s akuzohen për shkelje të barazisë në tendera, korrupsion pasiv, mashtrime pasoja të rënda dhe falsifikim dokumentash. Sipas SPAK, ish drejtori ishte i përfshirë në 8 tendera me vlerë rreth 15 milionë euro dhe njëkohësisht ishte pronari i kompanisë Dam SHPK, e cila përfitonte tendera gjatë kohës që Berberi mbante pozicionin e drejtorit përgjithshëm për eficiencën e energjisë dhe më pas në ARSH. Sipas SPAK, goditja e mundshme e provave të sekuestruar nga celularët e Berberit mund të ndikojnë edhe në hetime të tjera të rëndësishme, përfshirë dosje për tenderin e Unazës së Madhe dhe ato që përfshin ish zëvendës kryeministre Balluku. Vendimi i gjykatës kushtetuese konfirmon vazhdimin e hetimeve dhe ruan integritetin e provave të përdorura deri më tani nga autoritetet.